Një ndër pyetjet që shtrohet është se si e ka pas emrin babai Hazreti Musait alayhis salam. Si është quajtur babai i Musait alayhis salam? Baba i Hazreti Musës alayhis salam është quajtur Imran. Imrani është një nga nipat e Jakubit alayhis salam. Hazreti Jakubit alayhis salam. Cilin nga sahabët e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi që të mësonte gjuhën hebraishte. Ai ka qenë Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ai cili ka shkruar edhe ajetet kuranore, fjalët e të madhit Zot subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bekoi këtë. Ja ledhatoi kokën dhe i tha Zotit të paft nga dietarët më të mëdhenj, dhe si për çudi, kur e ngarkoi me detyrën për të mësuar gjuhën hebraishte, ki e mësoi për 15 ditë. Për 2 javë arriti që të mësonte komplet një gjuhë. Pse? Sepse mori bekimin e dashmit Zotit sallallahu alaihi wasallam. Çka është diçka që njeriu e bën, a shejtani jo. Ajo është kejlula. Kejlula është një moment pushimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi ashabët që mas ditët të banin pushim si rezultat i diellit përvolues, që është në advent. Pse jo, kjo duhet mësim edhe për ne gjatë muajve të verës, sepse dielli domethënë shkakton pasoja të parikuperueshme në trurin e njeriut apo në fizikun e njeriut. Pejgamberi alayhis salam pra ju rekomandonte që edhe kur janë në punë të ktheheshin tek shtëpia e tyre dhe të pushonin. Aleikum salam. Kjo quhet kejlula. Sa herë përmendet xheneti në Kur'an? Xheneti në Kur'anin adhimoshan përmendet 40 herë, 40 herë. Allahu xhalla xhelaluhu e përmendën xhenetin, krijimtarin më të bukur që Allahu ka krijuar si shpërblim për besimtarët, 40 herë në Kur'anin familjar, në Kur'anin e shenjtë. Sa dyrë ka xheneti dhe sa është gjerësia e tyre? Xheneti ka 8 dyrë. Dhe gjerësia e tyre është sa me hes një njeri në këmbë 40 vjet. Aleikum salam. Para mendo sa është xheneti i madh i Zotit, sa janë 8 xhenetet. Vetëm dera e një xheneti është sa me hes një njeri 40 vjet në këmbë. Po xheneti brenda? Po 8 xhenetet, Allah në e baf mi nasib, ja Rabbil Alamin. Cili është ai person që e ka eduku dhe e ka ushqi Gjibrili alayhis salam? Ka qenë një person në kohën e Musait alayhis salam, i njohur me emrin Samiri. Këtë person të regohet që e ka ushqi vetë Gjibrili alayhis salam. Aq shumë që e ka dashur. Mirë po, e lan rrugën e të madhit Zot, shpiki ose krijoi një lop dhe populli atij vendi pastaj filluan të adhuronin lopën. U ba sebeb ki, pra Samiriu krijoi një lop dhe estagfirullah, atë lop e ban si Zot. Shkonin dhe i faleshin dhe i luteshin asaj për aq kohë sa Musa alayhis salam nuk kishte në atë popull. Ishte largu dhe kur u kthyi, e gjeti popullin e vet nga besimtar që i pat lënë në adhurues të lopës, edhe i mallkoi Musa alayhis salam. Ku shkojnë shpirtrat e shahidëve pas vdekjes? Shpirtrat e shahidëve pas vrasjes shkojnë në Arshu Ala, pranë të madhit Zot xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Dhe ata sa herë që duan shkojnë e vizitojnë xhenetin
edhe rikthehen përsëri tek vendi ku Allahu xhalla xhelaluhu u ka caktuar. Pra të rënit shahid tregon ato faktikisht nuk janë të vdekur, por janë gjallë. Edhe pse kanë dhënë amanetin që quhet shpirt. Pse? Se i ka gradu i madhi Zot me xhennet. Shpirtat e shahidëve jetojnë në një vend të posaçëm në Arshu Ala, në arshin e të madhit Zot, subhanahu wa taala. Di informacione para se të kalim tek pyetja tjetër që mos na dal nga mendja. Duke filluar për xhumën e ardhshme, domethënë do ta dinë ndoshta që çdo e diel e fundit e tetorit mbron ora. Edhe i bie që të xhumat nga xhumaja që vjen inshallah taala nëse jemi gjallë edhe qofshim gjallë, do të falet xhumaja në orën 12, pra me orën dimrore. Pra nga xhumaja prej ditën e diel, prej masnesër fillon ndrimi i orës, edhe namazet do të falen kush ka takvim, do të thonë, do ta shikoj edhe atje, ndryshohet ora, duke filluar prej sabahit të dielës që vjen, masnesër, do të me hec me kalendarin sipas takvimit. Dhe për xhuman do të më ardh në orën 11:00 inshallah fillon vaza dhe në 12 thirrët ezani për faljen e namazit xhumas. Edhe informacioni i dytë, kanë filluar regjistrimet për haxhin e vitit 2026. Dhe kjo është e hapur deri nga dhjetori, por domethënë kush e ka bën në jetë për me shkuar në haxh, regjistrimin prej tani kanë filluar dhe le të drejtohen Komiteti Musliman për të bërë regjistrimin e vet. Çka është gjëja e parë që njeriu merr në dunja? Gjëja e parë që njeriu merr në dunja është fryma, është ajri. Çka është gjëja e fundit që njeriu e kthen në dunja? Interesant pyetje. Është po e njëjta gjë, fryma. Është e para që e merr, e përvetson sa vjen në dunja dhe e fundit që do ta lëshoj. Që do ta dorëzoj. Ja dorëzofshim Allahut me iman, ja Rabbil Alamin. Kur mundet njeriu të flasë me Zotin, po ne flasim 5 herë në ditë. Njeriu me të madhin Zot subhanahu wa taala, nuk flasim si Musaja alayhis salam që bën një fjalë me Zotin në kodrën Turi Sina. Sa atë mundësia krijoi vetëm atij pejgamberit të lartë, Musa alayhis salam. Por në momentin që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe takoi Allahun dhul xhelal, që askujt nuk e dha këtë shans, me taku Allahun fuqi plot në Mi'raj, tha, ama në Zot mundësoj edhe ummetit tim që të vinë të vizitojnë. Allahu xhallal xhelalu tha, këtë misi të kanë dhënë vetëm ty ja Rasulullah, por Mi'raji i ummetit tënd do të jetë namazi. Aty do të flasin ata me mua non-stop 5 herë në ditë. Alayhis salam. Pra do t'ua jap mundësinë, namazi është porosi që u dha në kohën kur pejgamberi i madh i Zot ishte në Mi'raj, dhe i tha do t'u jap një mundësi tjetër, jo më ardh këtu, se vetëm ti të kam ngrit, por të flasin me mua në tokë. Do të ngarkoj me një obligim që quhet namaz, dhe 5 herë në ditë do të kemë mundësi me folë me mua. Pra rreth pyetjes se kur mundet njeriu të flasë me Zotin, pra është namazi ai që e krijon lidhjen njeri Zot. Krijes krijues. Po kur Zoti flet me njeriu? Kur njeriu lexon Kur'an. Çfarë bëjmë ne në momentin që lexojmë Kur'an? Lexojmë fjalët e të madhit Zot, ka fol Zoti me ne nëpërmes Kur'anit edhe më. E kemi thonë se Kur'ani është kelamullah, është fjalë e të madhit Zot. Pra Zoti flet me ne nëpërmes Kur'anit të shenjtë, nëpërmes Kur'anit familjart. Çka është shkaku i pakënaqësisë së njerëzve në dunja?
shkak më i madh i pakënaqësisë së njerëzve në dunjë është nëse Allahu është i zemëruar me ty. Nëse Allahu është i pakënaqur me ty, nëse ke bë Allahun të pakënaqur. Kjo është edhe pakënaqësia e njerëzve. Nuk ka se si të kënaqet një njeri në dunja, për aq kohë sa e ka bë Allahun dhul xhelal të pakënaqur. Dhe një dua shumë e bukur që bëhet, që i bëhet madhit Zot subhanahu wa taala, o Zot, mos ma merr shpirtin pa qenë i kënaqur ti me mua. Dhe në atë moment që ti t'jesh i kënaqur me mua, kam arritur në një standard që të kam bërë ti të kënaqur, dhe ti kënaqesh me mua, atëherë kur do ma merr shpirtin sepse jam i gatshëm me ta. Cilin do të harroj Allahu dhul xhelal në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit. Allahu fuqi plot ka për të harruar në ditën e Kiametit apo në ditën e gjykimit gjithë ata njerëz që harruan Allahun në dunja. Gjithë ata njerëz që harruan për kujtimin e të madhit të Zotit në dunja. Gjithë ata njerëz që nuk falen namazin në dunja. Gjithë ata njerëz që nuk agjëruan Ramazanin në dunja. Gjithë ata njerëz që nuk i respektuan shartet e muslimanit në dunja. Ata siç harruan urdhnat e të madhit Zot, ka me i harru Allahu dhul xhelal në ahiret. Zoti mos na bëf për tyr ya Rabbil Alamin, dhe Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, i madh Zot. Në çka thirr Allahu xhaleshanuhu wa xhal xhelaluhu, ku na thirrën i madhi Allah në robërit e tij, e para në tauhid. Tauhid do të thotë njësimi i madhit Zot. Tauhid do të thotë me besu Allahun një e të vetëm. Na thërret namaz, na thërret në agjërim, na thërret në hax, na thërret në zakat. E para për këtyre na thërret me dëshmu Allahun që është një dhe pejgamberin alayhis salam që është rob dhe dërguar i tij, që neve i themi shahadet, e që arabisht shprehet në këtë formë, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ose la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. S'ka zot tjetër përveç Allah dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe dërguar i tij. Pra Allahu xhalla xhelaluhu na thirr neve në tauhid, në falje. Allahu xhalla xhelal na thirr neve edhe në ndihmë të njëri tjetrit. Nëse shikojmë një njeri që është në hall apo në nevojë, detyra e muslimanit është me ia ngat dorën, është me ndihmu atë. Pastaj reciproke. Nuk ngelet gjë pa ulan në këtë dunja. Sot ka nevojë ai dhe shkon e ndihmon ti, nëse ke nevojë ti dhe vjen të ndihmon ai. Allahu xhaleshanu wa xhelaluhu na ka urdhëruar edhe ndihmën ndaj njëri tjetrit kur ata i shikon se nuk po munden me ia dal, nuk po munden me i kry detyrat e veta. Po shejtani në çka i thirr njerëzit, shejtani lanetullahi alayh. Shejtani i mallkuar i thirr njerëzit në mosbesim, i thirr njerëzit në zënka, i thirr njerëzit në shpifje, i thirr njerëzit në përgojime, në mashtrime, në lajka, në tradhti, në thirrje në bes, në gënjeshtër, e në çka do që është e keqe. Çka është kënaqësia e vërtet? E këtu ta sqarojmë pak. Kënaqësia e vërtet në këtë dunja është kënaqësia që nuk sjell ndëshkim. Një kënaqësi që nuk ka mbrapa ndëshkimin e të madhit Zot, ajo është kënaqësi. E bën një punë të mirë të hajrit, kënaqesh. Se e bëra do të më shpërblej madhi Zot. Çdo lloj kënaqësie momentale e përkohshme, kalimtare, shumë e shkurt, dhe që sjell ndëshkimin në ahiret, ajo vetëm nuk është kënaqësi, po ajo është shejtani,
Ajo është barabartë me ndëshkim nga ana e Madh Allah subhanahu wa taala, Allahu na ruaj ya rabbil alamin. Si mundet ta ndëshkoj Allahu apo ta dënoj i Madhi Zot shejtanin me zjarr? Kur vetë shejtani është i krijuar prej zjarrit. Qëse shejtani është i krijuar prej zjarrit dhe e fuqon në zjarr me zjarr, zjarra vet. Si unë ndëshkoj ka si ndika dhimbje zjarri prej zjarrit? Po dhe njeriu është krijuar prej tokë, po që tokë ha. Kjo tokë mbyt. Vrapimi mas kësaj toke, ati hangër njerëzit. Po këtë përgjigje më bukur, ja ka dhënë një hoxh, një studenti që kishte studiuar herët në Rusi, dhe ati kishte mësu ato mësim e Marxit të Engelsit, Leninit të Stalinit, dhe ku erë të shtëpia i thot babës vetë nuk ka Zot, hasha wa kella. Po baba vetë ishte besimtar. Jo të rëndit zemra, o birë tha, atë kam shumë me studiu atje, marë më në thonë që s'ka Zot, hasha wa kella. Jo që s'ka, thët, po i kam unë këtë priftat në Rusi, edhe mi thirë të hoxalartë, ka njëti më të mirin, thot, e ti bëj vetëm trepitje, po mundi do të besoj unë se ka Zot, po së mundi. E nalën hoxhën e vetë, mas namazit xhamas, thot, hoxhë, për thot, më ka ardhë djali për Rusi, Allah e në rujt, në ka ardhë me men tjera. Me tjera men e kam shua atje, me men tjera në ka ardhë. Me men tjera në është këthy. Së besojtë se ka Zot, dhe ka kërku një takim me një hoxhë të mirë, e unë hoxhë më të misë sa ty që falë masë nuk e di. Thot, po kishte një terapitje. Thot, po çfarë pitesh, po thot, si mi ka thonë dhe mund, ka thonë vetëm hoxhës jetë. Hoxhë thot, unë po vi një herë ta shikoj, çfarë pitesh pas ka ki. Inshallah, do të mund na më ia dhon përgjigjen. E ki ban disa pyetje, çka është kaderi i Madhit Zote, çka është dhimbja? Qëse shejtanin i thot, e ka kriju prej zjarri, këtë pyetje që ka bërë këy nderumi. Shejtani që e ka kriju Allah prej zjarri, edhe ndëshkimin në xhehenem është me zjarr, me ra zjarr me zjarr, po një gjë hiç, ai me zjarr është vetë. Hoxha sa më rëmbytën i bim një shuplak. Kur hoxha të mua as një prift atje nuk më ka ra, pse ti më bim një shuplak? Pse u nervozova kaq shpejt? Ja thot, nuk u nervozova, thot. Kjo pyetje është pyetje budallesh. Apo nëpërmes shuplakës të kam dhënë, me kuptu, të kam dhënë përgjigjen e di trapitjeve që ti më bën. Po si tha përgjigje me shuplak? Tha më pite çka është kaderi i Madhit Zot, tha po. Mos e ke pa nëndër se do të bijun ta në shkollë, sa të vinë këto të ti? Ja, thash, në menë së mba shkollë. A të ka shku mendja? Ja, së mendja jo, asë në ndër pa jo. Që kjo thonë kaderi i Madhit Zot? Të vinë ka nuk e kujton ti. Ashtu është edhe kaderi Allah, të vjen nga se menon ti. Më theti mua se përderi se shejtani është i krijuar prej zjarri dhe nuk mund të digjet në zjarr sepse zjarri është vetë, është i krijuar prej zjarri. Thot përgjigja të dha përsëri nëpërmes shuplakës. Pse? Tha kjo faqja jote prej çka është e përbërë? Tha është e përbërë prej lkure e në prej mishi. Po kjo dora ime, nga çka është e përbërë? Prej lkure e në prej mishi. Tha po ku ta lkure mish një me tjetër. A ndjeve dhimbje apo jo? Jo dhimbje, tha po mu e rëson syt. E po thot, edhe lkur me lkur është si zjarr me zjarr. Por zjarri i xhehenemit, kur njeriu do të bjerë në zjarrin e xhehenemit, thot pejgamberi alayhis salam, është ndes 3000 vjet. Dhe nuk ka ngjyrë në kuqe si zjarri i kësaj bote, por ka të zezë, katrar. Thot, po të binte zjarri i kësaj bote, thot i dashmi Zotit. Në zjarrin e xhehenemit do të ulurinte, vraponi më shpëtoni. Edhe zjarri do të kërkojë ndihmë. Aq përvolus janë. Allahun e largoftoi Madhi Zot. Ja Rabbil Alamin. Kush do të jetë dëshmitare më i drejtë në ditën e gjykimit kundër njeriut? Kjo është pyetje që duhet na bëjmë qartë. Kush është dëshmitari më i drejtë në ditën e Kiametit që do të dëshmojë kundër njerëzve, kundër njeriut? Thot pejgamberi selam janë vetë gjymtyrët e vetë. Do të mohoj njeriu
unë thot nuk kam shku në Bigjoz. Nuk kam shku të ai lokali ku pijet alkool, apo të ai shtëpia flisht ku shkojnë shumë të ri. Thot do të ngret këmbë dhe thot, jo, thot. Mu ka banë urën e kam shku atje. Dëshmon këmba që ka shkel në atë vend. Do ta mohoj njeriu që e ka rrah filanin, apo e ka vrah filanin. Organet kompetente në këtë dunja se kanë zbulu dot. Edhe duke ju rujtë, duke ju hik organeve kompetente të kësaj bote, ka mendu fakiri që i ka hik edhe qipit që Allahu ja ka vendos kur ka lejnë. Di me lek, njën djatë njën matë. Njëri shkruan sebabet tjetër gjërat. Atëherë, do të dëshmoj dora, jo thot, unë thot dëshmoj që kë njëri e ka vra, nërësirët plop, mes të malit atje, se ka pa kërkush, unë dëshmoj se kje ka vra filani. Pra dita më vështirë dhe dëshmusin më të saktë do t'jenë vetë gjimëtirët njëriut. Siri do të dëshmoj që ka pa në dunja, veshi do të dëshmoj që ka ndëgjuar njëri në dunja, këmba do të dëshmoj se ku ka heca njëri në këtë dunja, dora do të dëshmoj se që ka bëki njëri në dunja, edhe prandaj përdej sa i pas kemi vëzhguesit aq të fort, edhe që nuk mundemi me ju hik dëshmive të tyre, duhet më urujt njeriu se çdo si i urdhnojmë në këtë dunja, do të dalë dëshmitar në ahiret që njeriu ka vepruar shumë pra që kosa ka qenë në dunja. Zoti na ruaj, ja Rabbel Alamin. E që koha e namazit të erdhë, unë i dhash dhe informacione pak më përpar, por me qerën xhamat më shumë, i përsërisim edhe një herë. Informacioni i parë është pra prej xhamës e ardhshme do të falet të xhamaja në orën 12, më jo në orën 1, sepse ndryshohet ora shkëndijele, dhe namazet do të vazhdojnë me u fal sipas kalendarit. Dhe informacioni i dytë, kush e ka bën niyet për me shku si vetë inshallah në hax, regjistrimet për hax kanë filluar prej tani tek KMSH-ja, tek komuniteti musliman, secili le të shkojë dhe të regjistrojë emrin e vet. Allahu na e bëf nasib gjithë, ya Rabbil Alamin.